Dhe thotë janë afro 115 bizneset të cilat i kanë plotsu kriteret për me dalë në treg të hapur të energjisë. Rrjedhimisht këto biznese nuk mund të furnizohen më me çmime të rregulluara në kuadër të furnizuesit të shërbimit universal. Bizneset të cilat kanë mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor obligohen të kalojnë në treg të hapur të energjisë. Gjatë vitit 2025, Kosova ka filluar zbatimin e vendimit që bizneset të bëhen pjesë të tregut të hapur energjetik. Ani pse pati edhe protesta nga ana atyre, mbi 1300 biznese u bën pjesë e këtij tregut. Në një intervistë për Gazetën Nacionale, zëdhënësja e Keskos Margarita Rashidi ka jep detaje në lidhje me këtë treg. Ajo gjithashtu ka treguar edhe për kriteret që bizneset duhet i plotësojnë që të bëhen pjesë të tregut të hapur energjetik. Liberalizimi i tregut energjetik ka filluar në vitin 2025, kryesisht në qershor të vitit 2025, ku me një udhëzim nga zyra e rregullatorit edhe sipas ligjit për energji, bizneset të cilat kanë mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor obligohen të kalojnë në treg të hapur të energjisë. Rrjedhimisht të gjitha bizneset të cilat nga 1 janari 2024 e deri më 31 dhjetor 2024, do me thënë për periudhën 12 mujorëshe të një viti të plot, i kanë plotsu këto dy kritere, kanë dalë automatikisht në treg të hapur në vitin 2025. Meqense kjo është një proces i vazhdueshëm, pra edhe bizneset të cilat për gjatë vitit 2025 i kanë plotsu këto dy kritere, do dalin në treg të hapur më 1 prill të këtij viti. Sa biznese vitin e kaluar, do të thonë 2025, janë bërë pjesë të tregut të hapur edhe sa pritet këtë vit që ju bashku këtij tregu. Atëherë vitin e kaluar kanë qenë afro mbi 1300 biznese të cilat i kanë plotsu kriteret për me dalë në treg të hapur të energjisë, ndërkaq në këtë vit, sipas informatave të cilat i kemi nga organet gjyqëse, do thotë janë afro 115 biznese të cilat i kanë plotsu kriteret për me dalë në treg të hapur të energjisë. Pra është pikërisht kriteri mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor, pra nga data 1 prill këto biznese obligohen me zgjedh vetë furnizuesin e tyre, por që normalisht do të me i respektu edhe afatet kohore të cilat janë të përcaktuara nga rregullat dhe legjislacioni i Republikës së Kosovës. Ku jemi te kriteret që i përmendë dhe a janë vetëm këto dy kriteret që duhet mi plotësu një biznes për më bërë pjesë e tregut të hapur apo ka dhe të tjera? Jo, ne nuk kemi ndonjë udhëzim tjetër sa i përket kritereve, këto janë të përcaktuara në legjislacionin në fuqi edhe ne si kompani normalisht që do ta ekzekutojmë secilin vendim i cili merret nga organet gjyqëse, kështu që aktualisht kemi vetëm këto dy kritere të cilat bizneset duhet të plotësojnë në mënyrë që me dalë në treg të hapur të energjisë. Rrjedhimisht këto biznese nuk mund të furnizohen më me çmime të rregulluara në kuadër të furnizuesit të shërbimit universal. Atëherë vitin e kaluar jena ballafaquar me disa protesta nga disa biznese në lidhje me tregun e hapur. A mundesh pak a shumë na tregu se pas këtyre protestave cilat ka qenë hapa që janë ndërmarrë nga Kesko në lidhje me tregun e hapur? Atëherë Kesko në këtë proces ka pasur vetëm rolin e informuesit të konsumatorëve sa i përket këtij tranzicioni energjetik të themi. Normalisht që ne si kompani jemi kompani e rregulluar edhe rrjedhimisht nuk jemi kompani e cila merr vendime, ne veç ekzekutojmë vendime të cilat merren nga zyra e rregullatorit. Kështu që ne jemi vetëm palë në këtë proces, obligimi ynë është të informojmë konsumatorët se çka është tregu i hapur, se çfarë ka ndodhur, meqense këtë vit është edhe pak më e lehtë si proces sepse veç kemi kalu një herë në një proces të tillë, ndërkaq vitin e kaluar normalisht që ka qenë diçka e re edhe për neve në sektor, domethënë për gjithë sektorin energjetik e normalisht edhe për konsumatorët komercial të cilët i kanë te kalu, si me thonë, edhe numrin e punëtorëve, edhe numrin e qarkullimit vjetor, kështu që rrjedhimisht ne jemi kompani, si që thash, që veç ekzekutojmë vendime, edhe do mundohemi maksimalisht që me informu secilin konsumator
lidhur edhe me procesin, me i ndihmu kudo që ata kanë nevojë, edhe rrjedhimisht me jap informata se si të veprojnë në këtë rast. Nga Kesko gjithashtu kanë bërë të ditur për Gazetën Nacionale se në qoftë se biznesi nuk përzgjedh me kohë furnizuesin, atëherë biznesi do të furnizohet përkohësisht nga furnizuesi i mundësisë së fundit, në këtë rast nga Keku, për deri në 60 ditë. Pas këtij afati në mungesë të kontratës, furnizimi mund të ndërpritet sipas udhëzimeve ligjore.